Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis makarona të freskëta, të mbushura me gjizë dhe të ziera në lëngun e pulës. Për këtë recet kam: për brumin kam 400 g miell dhe 4 kokra vezë. Për mbushjen kam 250 g gjizë, kam gjizë pa krip, do shtoj 1 kokër vezë, do shtojmë gjysmë lugë çaj me krip, kam pak arë muskat dhe 50 g e kam djathë të grill parmigiano. Atëherë, për lëngun e pulës kam përdorur gjysmë pulë, thjesht e kam zier me pak krip dhe e kemi lëngun për të përdorur për të zier makaronat. Dhe përsipër kam zgjedhur të i shtoj pak djathë kaçkavalл, megjithatë preferenciale. Përbërësit janë këto dhe do fillojmë si fillim me miellin. Do t'i shtojmë kripën. Përzijmë paksa dhe japim në mes një grop të vogël, që të kemi mundësi të shtojmë vezët dhe t'i përzijmë. Duke afruar miell, duke i afruar afër te vezët, duke përzier vezët me miellin, derisa të bëhet një brum që të bashkohet dhe të fillojmë ta punojmë me dorë. Me një dorë do fillojmë dhe do mbledhim miellin, të formojmë një topë. Brumi do pak durim të punohet dhe pasi e kemi punuar, do ta lëmë të pushoj për gjysmë orë. Thjesht në temperaturë ambiente, kështu siç e kemi, e mbulojmë paksa dhe e lëmë të pushoj për një gjysmë orë dhe pastaj do ta hapim. Brumin e kam lënë të ri për gjysmë orë, por më përpara do ndërtoj mbushjen. Atëherë këtu kam gjizën pa krip, mund të përdorni edhe rikota, çfarë të dëshironi juve. Një kokër vezë, pak krip sa, arë muskat dhe djathin kaçkavalll. Do t'i bëjmë një të përzier të mirë dhe mbushjen e kemi gati. Mbushjen e kam përfunduar, e kam gati, do ta lëmë një dhe do vazhdoj të hap brumin për makaronat. Atëherë do shkoj pak miell, do vendosim brumin në tavolinë, do shikojmë është zbutur dhe do fillojmë dhe do ta hapim me petës. Në qoftë se keni makineri që mund ta hapni brumin e makaronave, akoma më mirë. Në qoftë se s'keni, atëherë me pecë do filloni dhe do ta hapni avash avash. Brumin e kam hapur, kam bërë një petë të hollë, por do që ta pres mos të ketë këto cepat jo të rregullta, por ta bëj një formë të rregullt katrore. I heqim anësoret. Në këtë mënyrë.
dhe kemi një fet të rrezikut. Do shtojmë mbushjen. Dhe do ta hapim. Unë kam përdorur të spatulën, por nëse nuk e keni mund të përdorni një lugë. Mbushjen e kam shtruar te gjysma e petës dhe gjysmën do ta përdorim për të mbuluar gjysmën që neve kemi mbushur. Në këtë mënyrë. Do ta shtypim pak me dorë. Pak fare, mos të rrezikojmë që të çajmë petën. Dhe do ta shpojmë me pirun. Pasi kemi palosur, i kemi bënë edhe vrimat me pirun, është momenti ta presim. Nuk është se duam t'i bëjmë në copa shumë të mëdhaja. Si fillim do bëjmë shirita. Dhe pastaj do t'i bëjmë dhe një prerje tjetër në këtë mënyrë. Si kam prerë makarona dhe i kam bën gati, do vendosim tenxherën me lëngun e pulës në zjarr që të fillojë dhe të marrë vaj. Lëngu i pulës ka filluar të marrë vaj, do shtoj brenda makaronat, i shtoj me kujdes. Do t'i lëm të ziejnë. Makaronat e mia kanë zier, janë gati, fikim sopën dhe i shërbejmë. Makaronat e mia kanë përfunduar, janë gati, dalin me të vërtet super të shijshme. Provojeni se kanë për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.